Dhe sot, si të gjithë Shqipëria, Elbasani e ka ndarë mendjen, me PS-n dhe Edi Ramën, drejt Evropës për zhvillimin e turizmit, për automotoparkun që do të cilëi qindra mijëra turistë. Librazhdi e ka ndarë mendjen, me Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, drejt Evropës për zhvillimin e turizmit. Gramsci e ka ndarë mendjen, drejt Evropës, me PS-n dhe Edi Ramën, për rivitalizimin e industrisë mbrojtjes. Cëriku e ka ndarë mendjen, me PS-n, Edi Ramën, drejt Evropës, për t'i dhënë zhvillimin që duhet bujqësisë. Peqini e ka ndarë mendjen, drejt Evropës, me PS-n dhe Edi Ramën, për t'u ndërlidhur me autostradat e reja dhe linjat e trenit që po e lidhin tashmë Elbasanin me gjithë Shqipërinë dhe gjithë Evropën. Prenjasi e ka ndarë mendjen, me PS-n dhe Edi Ramën drejt Evropës, për të rivitalizuar turizmin dhe industrinë e minerare. E gjithë qarku Elbasanit e ka ndarë mendjen. I qartë, i sigurt që ne duhet të ecim drejt Evropës. Belqi e ka ndarë mendjen, me PS-n dhe Edi Ramën, për agroturizmin, bujqësinë dhe turizmin. Dhe qarku e Elbasanit është i vendosur që do të vi me 9 mandate, me rezultatin më të mirë që PS-ja ka pas ndonjëherë, për të siguruar që jo vetëm Elbasani, po e gjithë Shqipëria të ketë rezultatin më të mirë që ka pasur ndonjëherë Partia Socialiste, për të folur jo vetëm si qark, po e gjithë Shqipëria. Shqipëria e ka ndarë mendjen, me PS-n dhe Edi Ramën drejt Evropës. Faleminderit!